Në krahun e majtë timin edhe të Erëzës është edhe kolegu jon, Beadin. Përshëndetje. Përshëndetje për gjithë spori. Ponina pak e emocionuar edhe pse kur përveç infodejnë, kështu nuk jam i emocionuar ka shumë, po sot Ponina. Kështu sepse jam në mesin e shumë njerëzve të suksesshëm në të gjitha sferat e jetës që i bojnë. Prandaj po du mi falenderu krejt edhe quroj një vit të ri të mirë dhe po aq sukses shumë sa ka qenë edhe 2025. Faleminderit. Beadin, qysh ka qenë 2025 për ty për shkak të emisionit që ti vetë që e udhëheq me debate, me gjana, a ka qenë pak ma stresuese se sa vite tjera? Në fakt ka qenë se pari e mirë se këtë vit, do gjysh ka një shtatori, ja kom nisë në televizionin DTV Media dhe pritja që kam pas këtë më ka bo me uni shumë ma mirë dhe shumë ma qatë stresin që e kemë në të debateve të përditshme, të emisionit përditshëm, edhe këta, nëse s'kemi tash aktualisht politikan, po që premtojnë dhe thojnë po vime dhe zvini emision, pastaj stresojnë në moment punit. Edhe tipiki këto të lashet e njëjta. Edhe dush me gjithë me zëvëncu, tani ai tjetri thotë që pse qyshun e zëvëncim tash. Me orë, kështu që ka qenë një vetë sfidus, por jashtëzakonisht i mirë dhe me vetë faktin që ju ku bashku një televizionit mirë, një ekipet jashtëzakonshme dhe që më kanë dhënë një mbështetje të jashtëzakonshme për emisionin që e moj edhe për gjitha të tjerët. Shpresoj që viti 2026 të jetë edhe më i mirë, edhe për dallim prej tjerëve që s'po lypin zgjedhje, unë lypi zgjedhje apet na krijojnë lajme të reja, kështu që shpresojmë që veç më mirë do të jetë 2026. Cili është mesazhi jut ndaj audiencës, ndaj kolegëve, ndaj gjithëve për vitin 2026? Që të kenë sa më shumë spari shëndet gjithë, punë sa më shumë edhe sukseset të përcjellin në çdo sferë të jetës të cilën ata e kanë.